Unaza e poshtme e qytetit të Burelit vijon të jetë shkatëruar dhe totalisht jashtë funksionit, ndonse duhet të ishte funksionale për të paktën 6 muajsh. Kjo rrugë prej vetëm 900 metra linare ka pësuar 4 shembje të mëdha, duke e bërë totalisht të pakalueshme, pasi situata është rënduar akoma më shumë në anën perëndimore të saj. Projekti i zbatuar ka një fond prej 1.2 milion eurosh dhe është i financuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Rekonstruksioni i plotit i Unazës do të shmangte kalimin e mjeteve të tonazhit të rënd përmes qytetit të Burelit, por asnjë ditë nuk e kreu këtë funksion. Pak muaj më parë, ARSH dërgoi një grup ekspertësh për të vlerësuar dëmin e shkaktuar si dhe deklaroi se do të ndërhynte me një tjetër investim për të riparuar shembjet e pësuara. Ekspertët kanë parashikuar ndërtimin e pilotëve në një gjatësi 300 metra lineare, por investimi akoma nuk ka nisur. Problematike situata vijon të jetë edhe për banorët që jetojnë përgjatë kësaj unaze, të cilët e kanë të pamundur të shkojnë tek banesat e tyre me automjete.